Besimtari duhet të ketë aspiratat e larta dhe qëllimet e larta. Dhe kur njeriu ka dëshirat e larta, ato nuk ka mundësi me e pengu asnjë pengesë. As provat, as fatkeqësit, as mundjet, as varfëria dhe as shtyrja në moshë. O ju vëllezër besimtar, sot ky umet ka nevojë për persona të cilët kanë ambicie të larta. Ky umet ka nevojë për njerini që punojnë për fe e adhej, për gratë të cilët rrisin breza dhe i edukojnë ata sipas urdhërave kuranore dhe profetike pejgamberit alayhis salam. Por fillimisht fillo me veten tënde. Vendosi vetës tënde qëllimet e larta në jetën tënde dhe mos u bën si ata që Allahu në Kur'anin famë lart i ceki waradu bil hayati dunya wa tuma'annu biha, se ata janë duke kënaqur me jetën e kësaj bote dhe kanë gjetë prehje dhe dashurinë e ta. Jo vëllezër besimtar, mos u bëni si këta. Besimtari nuk guxon u bë kështu. Besimtari duhet të ketë aspiratat e larta dhe qëllimet e larta. Dhe kur njeriu ka dëshirat e larta, ato nuk ka mundësi me e pengu asnjë pengesë. As provat, as fatkeqësit, as mundjet, as varfëria dhe as shtyrja në moshë. Historia neve na flet. Sa e son njeriu në të kaluarën, mirë po edhe të tashmen, i kanë arritur majet e sukseseve dhe kulmet e sukseseve duke qenë të sprovuar në fatkeqësi, në sëmundje, të varfër, ndoshta edhe të shtyrë në moshë. Edhe të shtyrë në moshë, ata asnjëherë nuk i kanë dalë dëshira dhe qëllimet të cilët i kanë pas. Të kësaj bote mirë po dhe xhenetit Allahu te bareke ve teala. Se tha pejgamberi alayhis salam, "Idha sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus." Nëse i kërkoni Allahut, kërkoni xhenetin e Firdaus, xhenetin më të lartë. Xheneti është grade, është shkalla më e lartë. Grada më e lartë e xhenetit është Jannatul Firdaus, që pejgamberi alayhis salam tha, ju jeni ambicioz dhe lutni Allahun që ju me arrit këtë xhennet.